Njerëzit nuk vinë për ne atë. Njerëzit vinë për vete atë. Pika parë. Çfarë do që të përfaqësohemi ne, është vështirë të përfaqësosh gjithë, se jemi shqiptar. As ato buzi Vlorës nuk të zgjedh punë. Dhe dikush që ka qef njërin, dhe s'ka qef tjetrin, ndikohet pozitivisht apo se negativisht, por kjo nuk e shton protestën. Protesta është mirë që është pa kokë, sepse jemi të gjithë bashkë aty dhe e ruajmë gjithë. Në mënyrë që të mos thuhet as se filonit, as se filonit. Edhe këto teoritë me bë parti nga protesta është psikopati. Aty ka shumë njerëz që votojnë parti ndryshme. Largoni. Se nëse ti do bësh një parti të protestës, i bie që gjithë ata që janë ke partia protestës, largon. Po kjo është son protesta apo s'voglon. Dhe një parti ka dhe një ideologji, drejtë e mori. Cila është ideologjia që i përfaqëson gjithë? S'ekziston. S'mund të ketë një ideologji që përfaqëson edhe Xheni Karajin, edhe Altin Goxhën, edhe Shpengashin dhe atë Zhaku. Nuk mund të ketë një ideologji të tillë, nuk ekziston. Nuk ka ekzistuar kurrë. Jemi të gjithë bashkë, po të gjithë bashkë jemi. Për të rrezu këtë establishment, për të kryer qeveri teknike dhe për zgjedhje parakoshme. Po ti e ke pa çka ndodh sot? Pashka kam bërë kam bërë Rilson për ata? Jepi. Shikoja, të dashur miq, në qoftë se ju kërkohet zgjedhje të parakoshme, ta dini që jeni duke maksimizuar votat e 3 partive të vogla që duan të përfitojnë nga gjithë kjo energji e protestës. Personalisht unë nuk punoj për as edhe një lloj njeriu, avokatët e grupi im e din shumë mirë që unë nuk du autoritet mbi kokë. E kam shumë problem. Biles është bërë e madhe shumë në partitë politike, që ai është shumë eksponent i fort politik, por ai nuk kontrollohet. Dhe janë duke kthyer përgjigje të gjithë njerëzve, ta harroni kontrollin se unë jam i domosdoshëm për juve. I domosdoshëm. Nuk jam i dobishëm. Unë marr aksione nga juve, nuk më kontrolloni dot e para. E unë bëj dhe pa politikën, se bëj politik për ditë. Për ditë, më shumë se ata që paguhen për të bërë politikë. E dyta, mos pranoni zgjedhjet parakoshme. Ne nuk kemi dalë aty për të rritur pjesëmarrjen e votuesve në 3 partitë e vogla. Harroj, unë njonjër. Nuk e di për juve. Neve duhet të rrim në shesh, duhet me mendu të gjithë se çfarë të bëjmë, do ta gjejmë në një mënyrë elektronike që të gjithë juve të nxirrni 100.000 veta, 50.000 veta, 70.000 veta nga diaspora, nga gjitha, jepni mendimin tuaj se ti është më e mira që të vazhdojë kjo protestë. Meqense të gjithë këtu bëjnë jo nuk jam organizatori, se asnjëri s'është organizator, se unë nuk punoj për ata që mendojnë se organizojnë vëlla. Ta harrojnë. Të jetë jetë. Po s'ka shanse të ketë organizator, për shkaku se ore ka delirant organizime fonis. Ore ka delirant që janë eksituar se s'kan qenë ndonjëherë kaq të famshëm. Edhe i ka zënë deliri. Ta harrojnë që ka jetë edhe pas protestës. Once a shit, always a shit. Nuk ke se si t'jesh ndryshe. Gjithë është, hajde shprehni vullnetin tuaj, të gjithë neve, se çfarë të bëjmë o vëlla. Se vajtëm 20 ditë në protest dhe jemi njëri lenkës e tjetri prenkës. Bëj një vendim kolegjal për të cënuar sigurinë kombëtare të shtetit, pa lajmëru në shtete pasi lëgjohe, dhe pastaj thonë, jo po e kam për qarësit. Kush e kanë këta për qarësit, o Enver Hoxhista? Armisht imagjinar, kush janë këta për qarësit? Shkoni vetë dhe gjeni për qarësa? Se unë këtë s'kuptoj, avokat, ma shpjegon do t'i këmo. Dhe një gjë të fundit kam, as edhe një lloj zgjedhje pa ndryshuar kodi elektoral. Ky është pika më e fortë. Me këtë kod elektoral mbaruam. Tani unë do të shoh shpend që para 2 ditësh Arlind Qori deklaroi publikisht në televizion ke MCN-ja që ne duam zgjedhjet para kështu siç është tash. Dhe do të ramë të bëjmë zgjedhjet para kohës. Të njëjtën gjë ka thënë dhe Agron Shehet. Në thelb të njëjtën gjë ka thënë edhe Drejti Grapa e pa e thënë publikisht. E ka thënë në gjithë ambientin e tij. Arsyeja është se ka njerëz duan më shumë parti se Shqipërinë. Sepse ne kuptojmë shumë mirë që ata mendojnë që situata e pavarurshme elektorale për shkak të rënies PSD dhe të marrin sa më shumë vota për vetën e tyre. Po kjo është pisllet. Për hallin e bythësate, ti do pikërisht që bëhen zgjedhje parakoshme, që ti të mosh më shumë deputet, po prapë të establishmenti pushtet. Kurse ne kërkojmë qeveri teknike dhe këtë kërkojnë dhe protestuesët, e kemi parë këtë gjë. Protestuesët nuk duan të futen zgjedhje që të fitoj prapë Rama, me Berishën dhe të marrin kontroll dhe të shtojnë këta të torë të zvogël.
të tepsive të vogla, apo të pjatave të vogla. Qëllimi është me rëzu establishmentin. Dhe establishment nuk rrëzohet me zgjedhjet parakoshme, sepse ata kontrollojnë KQZ-n, komisionerët, patronazhistët, pajisjes marrë George Soros, kontrollojnë policinë, kontrollojnë gjithçka dhe gjithë masat represive. Pra, ata i kontrollojnë të gjitha. Dhe të vendosh, si thosh, me bo zgjedhjet parakoshme, kjo do thotë me fjalë tjera, që ti të punosh për Ramën dhe për partinë tatë. Pra partia do të punon për Ramën në fund. Pra koncepti është që këta duan më shumë partinë se sa Shqipërinë. Ne duam Shqipërinë, ta shpjegoj pak punën e partisë. Në qoftë se ka pak të interesuar teknikisht për të futur zgjedhje parakoshme është partia jonë, Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Se po vullën e kemi. Ky ma të mbledhim çast me këtë frymë që kemi. Edhe do jemi vetëm forcë që s'është diskredituar në atë gjë. Dhe ne do marrim mos sa dush. Po e dimë se çdo zgjedhje parakoshme, mas e marrim më pak. Për faktin se do ketë dhe forca tjera mbase. Problemi qëndron që ne nuk e duam këtë gjë. Se duam Shqipërinë, nuk duam partinë. As na ndjen fare për partinë. Dhe që Shqipëria të shpëtoj, duhet të bjerë establishmenti. Kjo është dhe protesta. Pse thuhet Ramanburg Berishamburg? Nuk është mua se po bëj Robespierrin që po kërkojnë gjotinën dhe t'i presin kokën çast atyre se kanë dorë turma burgun e njërt apo tjetër. Pikërisht duhet shpjegoj kjo. Duhet shpjegoj kjo gjë. Ky fiks. Thelbi është që kur thua Ramanburg Berishamburg do thotë që ne refuzojmë të klasë politike dhe duam të japim rrugën drejtësisë që të marrojmë punë me këtë klasë politike. Por në thelb nuk ka të bëjë me burgun, ka të bëjë me rrëzimin. Dhe burgu është masa më ekstreme, kur ne themi një shprehje për shkakun që ta bëj atë, ta bëj copash dhe themi atë fjalë, do ta bëj ashtu. Nuk e si do ta bësh ashtu. Por ideja është që është një shprehje. Dhe kjo e burgut teknikisht nuk ndodhet nga turma. Në asnjë vend botës nuk ka ndodhur. Koncepti është që kur ka ndodhur një herë giotina në 1780 e can, në revolucionin francez, 1795-96. Kjo në atë kohë është trajtuar, është sqaruar se çfarë është çfarë përfaqëson. Pra konceptin e dim atë gjë. Koncepti Ramanburg Berishamburg është rrëzimi i kësaj klase politike. Jo më këta në pushtet, jo më këta edhe që të kontrollojnë sistemin politik.